Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ja kalon Rogertit, ja cili është konkurrenti më i urryer në ferm. Gjatë edicionit të 5 të Bigut, ish finalisti Rogert u përball me shumë kritika nga një pjesë e konsiderueshme e publikut, kryesisht për shkak të fjalorit të tij dhe i qasjes së bazuar në ofendime gjatë gjithë lojës. Aktualisht, një nivel i ngjashëm ose më i lartë i reagimeve negative po regjistrohet për një tjetër personazh, Adion Pukën, i cili është pjesë e fermës. Shkak për këto qëndrime të shikuesve janë bërë debatet e tij të përsëritura me shkrimtaren Mimoza Ahmeti. Gjatë këtyre përplasjeve, Adi ka përdorur një gjuhë denigruese, duke ju drejtuar asaj me fjalën bushtër. Kjo sjellje ka degeneruar reagime të shumta kundërshtuese në platformat e komunikimit. Një prej këtyre komenteve ku vihet re paralelizmi me ish-banorin Rogert. Kurrë nuk e mendoja se do të urreja një person më shumë se Rogertin.